Rruga Panqe Popovski apo rruga pranë tregut të madh të qytetit në Gostivar i është nënshtruar rikonstruimit të plot të saj. Për të parë nga afër punimet që po zhvillohen atje, doli edhe ushtruesi i detyrës kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani. Ky investim është pjesë e angazhimeve të komunës për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në të gjitha vendbanimet dhe pjesët e qytetit, me qëllim ofrimin e kushteve sa më të mira për qytetarët, tha Limani. Sot dulëm për të parë prej afër dhe të inspektojmë rikonstruimin e rrugës Panqe Popovski në gjatësi prej 255 metrash, rikonstruimi i tërësishëm i cili kushton diku afër 6 milion denar, lidh rrugën Beliqica me rrugën e cila shkon deri tek shkolla Bashkimi. Rikonstruimi i kësaj rruge ishte më se i nevojshëm, do thënë janë rikonstruar edhe rruga kryesore edhe trotuaret nga dy anët dhe me këtë dukshëm do të përmirësohet lëvizja e qytetarëve tonë dhe posaçërisht të nxënësve të cilët gravitojnë dhe shkojnë në shkollën fillare Bashkimi. Ndërkohë, ai nënvizoi se aktualisht po punohet edhe në disa rrugë të tjera të qytetit dhe se me këtë tempo do të vazhdojnë derisa kushtet atmosferike ta mundsojnë një gjë të tillë. Për momentin punohen edhe, domethënë rruga është në përfundim e sipër edhe rruga Mara Ugrinova tek stacioni i autobuseve. Gjithashtu së shpejti për disa ditë maksimum deri javën tjetër do të fillohet edhe rruga e cila është lidh kushtimisht rrethin tek Damkomi për tek varezat e vjetra, rrugë e cila gjithashtu ka nevojë në këtë fazë të punohet të rikonstruohet. Presim së shpejti fillimin edhe të rrugëve në lagjen Lajthi dhe punohet edhe një rrugë ka filluar tek varezat e Romëve, e cila gjithashtu kishte nevojë, domethënë punohet në disa vende dhe do të vazhdojmë me po të njëjtin ritëm edhe në të ardhmen. Normalisht nëse kushtet atmosferike na e lejojnë. Rikonstruimi i rrugës pranë tregut të madh të Gostivarit ishte një ndërhyrje domosdoshme pasi e njëjta, megjithëse shumë e frekuentuar, kishte qenë prej kohësh në gjendje të rënduar. Ky projekt, siç theksoi Limani, është pjesë e përpjekjeve të pandërprera të komunës për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve.